Një moment i veçantë ndodh mes Limit dhe Albës. Ata ulen bashkë në një qoshe të qetë, larg zhurmës dhe debateve të shtëpisë. Ajri është i ngarkuar me emocione të përziera, pasi gjatë ditës kanë ndodhur situata që i kanë bërë të ndihen të lodhur dhe të tensionuar. Tani, për herë të parë, ata kanë mundësinë të flasin të qetë dhe të hapin zemrën pa ndërprerje. Limi nis të flasë me një ton të qetë, por të vendosur. Ai i thot Albës se dëshiron t'i jap gjithë vëmendjen e tij, sa herë ajo të dëshirojë. Fjalët e tij janë të ngrohta dhe ato mbajnë një mesazh të qartë. Ai është i gatshëm ta dëgjojë, ta kuptojë dhe t'i qëndrojë pranë emocionalisht. Ai i thot se nuk ka asgjë më të rëndësishme në atë moment se sa ajo dhe ndjenjat e saj. Alba dëgjon me kujdes dhe fillon të ndjejë lehtësim. Për shumë ditë ajo ka pasur ndjenja të përziera, dilema dhe dyshime për mënyrën se si Limi i kushton vëmendje dhe përkujdesje. Por tani, duke dëgjuar fjalët e tij, ajo ndjen se diçka ka ndryshuar. Ndërsa ai flet, fytyra e saj pasqyron emocione të përziera, një kombinim i lumturisë, çlirimit dhe një lloj gëzimi të qetë. Limi vazhdon të flasë, duke i bërë të qartë Albës se nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar, pasi ai është i pranishëm dhe do të qëndrojë pranë saj. Ai e siguron se nuk ka ndarje, se nuk do të ketë momente të lëna pas dore dhe se ajo mund të mbështetet tek ai çdo herë që ka nevojë. Fjalët e tij rrjedhin gradualisht, të ndërtuara për të krijuar një ndjenjë sigurie dhe stabiliteti. Alba, duke ndjerë këtë përkujdesje dhe sinqeritet, fillon të flasë gjithashtu. Ajo i thot se ndihet e qetësuar dhe se duket sikur nuk do të ketë më frikë të shprehë atë që ndjen. Ndjenja e mbështetjes dhe pranisë së Limit e bën të ndjejë një siguri që nuk e kishte përdit. Ajo e falenderon në heshtje dhe i shpreh brenda vetes se ky moment është një nga ato që i duhet për të kuptuar më mirë marrëdhënien e tyre. Biseda e tyre zgjas shumë. Ata flasin për situata të kaluara, për keqkuptime, për debat. Edhe tensionet që kanë përjetuar. Limi e siguron Albën se do të përpiqet të shmangë çdo situatë që mund të krijojë shqetësim, dhe se gjithçka që bën është për ta mbajtur lidhjen e tyre të fortë. Ata flasin gjithashtu për besimin dhe respektin, për mënyrën se si duan të ndërtojnë një marrëdhënie të hapur dhe të sinqertë brenda shtëpisë. Ndërkohë, banorët e tjerë ndihen të tërhequr nga qetësia e tyre dhe nga mënyra se si flasin pa tension. Heshtja përreth, ndonjë lëvizje e vogël ose një buzëqeshje e lehtë bëjnë që çdo moment të duket më i gjatë dhe më i rëndësishëm. Ky dialog gradualisht bëhet më i thellë, më i ndjerë dhe ndjenjat e dy personazheve bëhen të dukshme për çdo shikues, duke e mbajtur vëmendjen për më shumë se 5 minuta. Në fund, biseda përfundon pa asnjë tension, vetëm me ndjenja të qeta dhe siguri reciproke. Ata qëndrojnë pranë njëri tjetrit, duke ndjerë lidhjen që kanë krijuar dhe duke reflektuar mbi momentet që i sollën aty ku janë tani. Ky episod tregon rëndësinë e